dhe kemi kërku që kjo të shtyhet dalja në tregun e lirë dhe rritja për 16.1% të suspendohet. Importi ka kalu vlerën për 4 muaj mbi 2 miliardë. Kërkojmë që taksat të hiqen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shqetësimi i madh është se bizneset kanë filluar që të tentojnë të marrin ofertat e para dhe ofertat e para që kanë ardhur të gjitha bizneset, të gjithë sektorët janë mbi 200% më shtrejt se sa çmimi i energjisë elektrike që kanë marrë deri më sot. Dhe çka ndodh? Kjo situatë bizneset tona do t'i bie në falimentim. Bizneset do të shkojnë ka falimentimi si rezultat i çmimit të energjisë elektrike kaq të lirë se nuk kanë mundësi bizneset që të ekzistojnë me këtë çmim të energjisë elektrike që po ofrohet nga ana e furnizuesve të licencuar. Ne edhe pranë qeverisë së Republikës Kosovës, edhe të zyra rregullatorit të energjisë elektrike kemi ngrisë shqetësimin dhe kemi kërku që kjo të shtyhet dalja në tregun e lirë dhe rritja për 16.1% të suspendohet për arsye se ka mundësi dhe ka mekanizma që qeveria ta subvencionoj ose edhe ta gjejë mënyrën tjetër se si ta ndihmoj biznesin që ta kaloj sa ma lehtë këtë periudhë kohore të mos daljes në tregun e lirë. Kështu që prap sot kërkesa jonë për institucionet e vendit është që të pezullohet vendimi për rritjen e energjisë elektrike dhe të pezullohet së paku për një vit, më së paku për një vit, që bizneset se cilat kanë të punësuar mbi 50 punëtor apo që i kanë mbi 10 milion euro qarkullim të dalin në tregun e lirë. Duhet ta kuptojnë të gjitha partitë politike të cilat janë të përfaqësuara në Kuvendin e Republikës Kosovës, jo vetëm partia që ka qenë në qeveri, po dhe parti tjera opozitare, që gjendja është shumë shqetësuese sa i përket bizneseve, sa i përket të gjitha bizneseve, por duhet me pas parasysh edhe prodhimin. Është në dhanat që i kemi marrë, dhanat zyrtare janë duke na tregu që prodhimi i Kosovës është duke rënë. Paramendoni sot, kur ende nuk kanë dalë në tregun e lirë, kur ende nuk janë duke pagu energjinë elektrike me çmimin e rritur, është duke rënë. Por në momentin që do dalin në tregun e lirë dhe në momentin që do të rritë çmimi i energjisë elektrike me oferta që janë ofruar mbi 200% nga çmimi që kanë marrë deri më sot, ato do të mbyllen krejtësisht. Trendi nuk është i mirë jo vetëm në Kosovë, po edhe në tregun e Bashkimit Evropian. Shqetësuese është se inflacioni është duke u rrit. Ky inflacion do t'i godet drejt për drejt qytetarët e Republikës së Kosovës. Shikoni se me çfarë trendi është duke u rritur importi, kurse eksporti është duke na rënë. Do thonë importi ka kalu vlerën për 4 muaj mbi 2 miliardë, ndërsa eksporti ka rënë në 275 milion. Jemi duke mbulu vetëm me 12% në mesatare importin me eksport që na ka rënë krahasu me vitin e kaluar ku e kishëm 15% mbëlueshmërinë, tani ka rënë në 12%, ndërsa për këta 4 muaj bilanci është thellu. Vetëm këta 4 muaj bilanci tregtar është thellu mbi 18.83%, afërsisht 19%. Kërkojmë që taksat të hiqen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe gjendet mundësia që Kosova të trajtojë investitorët që vinë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës si investitor strategjik. Kjo kishte me qenë një hap shumë i mirë dhe një hap shumë i madh për thith investime tuaja dhe për pas më shumë investime amerikane, për pas më shumë në Republikën e Kosovës, por njëkohësisht duke ndërmarrë edhe veprime për me pezullu vendimin për daljen e bizneseve tona në tregun e lirë apo për mos rritjen për 16.1% të bizneseve të vogla.